natyrisht nuk mund të ecet procesi përpara me gjysmë të vërteta, po vetëm me të vërteta dhe vetëm të vërtetat. Edhe vërteta është që pas zgjedhjeve të fundit parlamentare, ne kemi diskutuar gjithë kolegialisht se si të gjejmë një formë që në farë mënyrë na përmirëson procesin kur kemi zgjedhje të rregullta dhe si rezultat i diskutimit me pajtueshmërinë e gjithëve, ka pas konsenzus të plot që për zgjedhje të rregullta ne ta rregullojmë votimin përmes dhënies apo dërgimit të fletë votimeve të rregullta, pra origjinale. Kurse për proceset e zgjedhjeve të jashtëzakonshme të mbetet të votohet me fletë votime. U abstrahua në tërësi raporti përgatitur nga i cili besoj na vjen edhe tash edhe i plot, edhe nga sekretariati, mbi dy opsionet që ata në fund të fundit i kanë trajtu, për me mujtë me realizu regjistrimin edhe votimin jashtë vendit. Opsioni i fletë votimeve të rregullta nënkupton që deri me 5 janar të mos arrijnë fletë votimet, një pjesë e madhe fletë votimet të mos mund të arrijnë tek votuesit në mënyrë që ata pastaj të mund t'i dërgojnë përmes postës në adresat postare. Pra, me automatizëm jem të diskutu, ose po tentohet të qohet përpara diskutohet një opsion i cili e pamundson votimin e mërgatës përmes postës. Ne realisht endes në ka ardhe raporti edhe është mirë që në mbledhjen e radhës me urgjencë të sillet raporti edhe i votimit me asistencë. Opsioni dytë nga sekretariati ka qenë opsioni i cili në të cilin ata kanë punuar dhe ky raportën po besoj që duhet vjen edhe duhet bëhet edhe publik ta dëgjon tash edhe publiku se për çka po flitet. Është opsioni i cili nënkupton një format të avancuar të organizimit të krejtë tërësisë së regjistrimit dhe votimit përmes postës, ku nga sekretariati e ndërmarr veprime shtesë për sa i përket sigurisë dërgimit të fletë votimeve me kodet përkatëse, po dhe masa tjera të cilat janë bërë tashmë pjesë e rregullorës dhe procedurave që nënkupton një proces të vazhdueshëm të verifikimit. Gjithashtu duhet pasur parasysh që edhe ky opsion i ka pengesat e tij kohore, sepse disa prej postave në përvendet EBS e më gjerë, me qenë se është fundi vitit, do të kenë vonesat e tyre në raport me dërgimin e dërgesave postare. Pra, 12 dhjetori është shumë e rëndësishme që t'jetë dita, kur nis votimi përmes postës. Por, nga raporti që kemi pranuar dhe konfirmimit që kemi pranuar nga Departamenti i Teknologjisë Zëdore bashkë me shërbimin votues, datat deri kur mund me ardhë me mri fletë votimet origjinale me zarfet tek votuesit do t'jetë deri me 5 janar, pra plus 7 ditë pas përfundimit të procesit zgjedhor, ne do të kemi situata kur jo dërgojmë votuesve tonë harxojnë pare përveç se kësaj, edhe bëjmë një farë mënyre, një lloj komedie ose tragjik komedie në raport edhe me qytetarët, me publikun, po edhe me ata votues, të cilët e presin datën 12 dhjetor, kur ata mund t'i pranojnë zarfet apo mund t'a pranojnë fletë votimin, cilin e shtypin me kodet dhe masat e tjera të sigurisë, e që mundson pastaj edhe shprehjen e vullnetit të tyre. Gjatë balotazhit, që sapo e kaluam, 60% e mërgatës të cilët kanë pritur që të vije zarfi dhe që ta dërgojnë nuk kanë mujt me realizu një drejtë të tillë. Pra vetëm 40% e tyre, 40% e tyre kanë mund t'i sjellin zarfet e tyre me fletë votime në Kosovë. Dhe që është ma keqja, ma dhimbshmja, edhe sot kur flasim, ne pranojmë thirrje të qytetarëve që thonë që na ka bërë zarfi sot edhe si me vepru. Pra është e dhimbshme kur e kemi një realitet tillë.
Tash jem t'i folë për një të drejtë kushtetuese që ata kanë. Asnjë akt ligjor, po edhe nën ligjor, po qoftë procedurë, nuk mund t'i kundërvihet të drejtës së pakontestueshme, kushtetuese, po edhe ligjore, përmes ligjit që kanë këta qytetarë për të mund të votuar, për të mund të votojnë pra gjatë këtij procesi zgjedhor. Dhe çfarë do procedure, dhe çfarë do vendimmarrje që dikush tenton me e bë, unë mendoj që shkel rënd edhe kushtetutën e vendit cënon të drejtën e këtyre qytetarëve për të votuar. Ne herën e kaluar gjithashtu, siç e dini, kemi pasur edhe disa përplasje gjatë procesit të zgjedhjeve parlamentare mbi hapësirat që Ministria e Punëve të Jashtme i pat përcaktuar si qendrat e mundshme të votimit dhe patëm një refuzim klasik, eklatant, të kolegëve të mi këtu për të mos pranuar hapjen e atyre hapësirave dhe shfrytëzimin e tyre sipas konventave ndërkombëtare që rregullojnë çështjen e votimit dhe kemi praktika të tilla gjithandej nëpër botë. Dikush edhe buzëqesh këtu për shoqërinë civile, kundërshtar i flakt i votuesve të Mërgatës, po nuk ka lidhje. Domethënë, ka lidhje sepse kur me cinizëm buzëqesh është fyrje edhe për neve, po edhe për tjerët. Sidoqoftë, është e drejtë e ime të komunikoj kryetar, mos nxjerr prej thelbit që po du me cek, sepse janë po të njëjtit që edhe gjatë thelbi është kjo që kur del dikush edhe shpif në mënyrë zyrtare në emër të një organizate jo qeveritare apo institucioni për një çështje që është ndryshe rregulluar, natyrisht që kjo përbën edhe mohim të drejtës dikujt tjetër. E njëjta edhe me rastin e Mitrovicës, i njëjti person doli edhe dha një verdikt të tij, verdikt tërësisht tjetër, dhe kjo përcënon edhe demokracinë e vendit sepse po rrit nivelin e dezinformatave. Pra kjo është ai sqarimi që ka të bëj me personin fjalë. Andaj edhe kërkoj që edhe organizata ndërkombëtare në këtë drejtim të kenë kujdes të shtuar që atyre që i financojnë të sigurohen që deklarimet e tyre publike në emër të organizatave të jenë përputhje me kushtetutën, me ligjet dhe rregulloret e vendit apo të institucionit, po dhe me disa dokumente ndërkombëtare që rregullojnë të drejtën e votës, edhe që e rregullojnë edhe atë se çka quhet integritet zgjedhor dhe çka nuk quhet. Mendoj që do t'i bën dëm procesit zgjedhor, do ta cënon edhe demokracinë, po edhe integritetin zgjedhor në vetvete, sepse e kuptoni ose jo, kemi mira flet votime, zarfa që në kanë ardhur për këto zgjedhje, që janë për kryetar të ndryshëm të komunave, të cilat janë ardhur me vonesë për fajin tonë. Dhe është mohim i një drejte, sepse ato zarfa ata i kanë marrë dhe pas procesit zgjedhor, pra pas përfundimit të zgjedhjeve të balotazhit. Dhe askush për këtë nuk është ka shqetësohet. Pra sikur ata me kanë qytetar të ranit dytë. Jemi sigurt që t'i shikon votat listës serbe ishin qenë gjithë në kamë. Gjithë, edhe ata që buzëqeshin me cinizëm. Po janë vota kryesisht dhe tërësisht të qytetarëve të këtij vendit që janë shqiptar, po nuk i bën përshtypje kjo. Por aq sa shkohet edhe me fyrje e banalitete, po kjo le të jetë në ndërgjegjen e gjithë secilit. KQZ siguron që votuesve të regjistruar për votim me postë të dërgojë përmes postës flet votimin, zarfin e fshehtësisë, zarfin kthyes. KQZ përcakton me procedurë të veçanta fatet dhe rregullat për procesin e votimit me postë. E drejta për me votu dhe e drejta për me ushtru të drejtën ligjore dhe kushtetuese bazohet në rregulla dhe në ligj. Sepse për ndryshe do të ishte një lloj anarkie e këtij procesi. Ajo çka unë faktikisht më vjen mirë është se për herë të parë në zgjedhje lokale kemi pas një proces zgjedhor diasporës me integritet. Dhe nuk kemi as edhe një ankesë të vetme sa i përket rezultatit edhe mënyrës së votimit. Pa çka që ndoshta edhe dikuj si ka shku flet votimi, por e kemi një proces me integritet. Dhe ky proces me integritet është bazuar pikërisht këtë nenin që unë sapo e lexova. Se në kupton, për herë të parë kemi dërguar flet votimet origjinale në adresat të mërgjimtarëve të cilët jetojnë jashtë Republikës Kosovës. Dhe ata kanë votuar ashtu siç e do rendi dhe ligji. Ne as të doja të mendoja më rikthy
të nënshkurti të një proces i kontaminuar, të një proces me integritet të rënun, të një proces manipulativ, ku vetë subjektet politike të përfaqësuara këtu ditë natë në për gjykata, në për prokurori, në për bzapa ka nejtë pikërisht për këtë çështje. Dhe unë nuk do doja për asnjë çmim që të kthehemi në nënshkurt. Nuk e di çka ndodh proces. Sekretariati është i obliguar me respektu rregulloren e cila është e miratune dhe buxheti duhet me patjetër të parasheh shumën e caktuar për realizimin e këtij operacioni konform rregullores dhe pikës 9 të tij. Çdo veprim tjetër është veprim që bën ndesh dhe rrezikoni operacionin e votimit jashtë Kosovës. Uroj që të mos kemi asnjë aplikim online e të kemi gjithë bashkëdhetarët këtu në Kosovë në 28 dhjetor dhe të votojnë fizikisht. Po dele relativisht qartë preferenca, kush për çka është dhe çush është, në lidhje me votimin e mërgatës. Kush do e kupton qartë çush janë, domethënë. U thanë shumë gjëra, mos me I përsërit, unë jam për diçka, domethënë që është krejt e qartë. Se kanë futur sekretariati në buxhet dërgimin personal. Edhe unë mendoj që kishte me qenë shumë absurde me futur në buxhet diçka që din që saktësisht ka rezultatin zero, veç me shpenzu kot. Nëse ne themi, ja dërgojmë krejve flet votimit origjinale, edhe siguria është shumë e madhe, që është kanë gjatë, domethënë 60%, dhe kemi pas kohë, që ata nuk kanë me marrë ato flet votime, unë nuk e di pse duhet me shpenzu kot. Një. Me qenë se është kështu, detyre sekretariatit, domethënë, edhe e KQZ-s është me I gjetë metodat më të lehta, mos me leju më lëndu procesi, po na jemi pajtu që në shkurt ka pas lëndim, domethënë, thjesht manipulim të votave, edhe ato me dhjetra mira. Nuk është ajo diçka që më shefët. Edhe unë mendoj që pa marrë parasysh që ne herë pajtohemi, herë s'pajtohemi, herë na pëlqen, herë s'na pëlqen vendimet e gjykatave, po ato janë zbatuar. Domethënë vendimet e gjykatave janë zbatuar me kritika, me përjashtime të ndryshme, me tash. Unë po e shoh domethënë këtu përfaqësues të subjekteve, domethënë ose s'po jap emërtime të ndryshme, përfaqësues të disa subjekte janë kundër. Domethënë kundër çfarë do veprimi që nuk është I parapar me rregullora me ligj. Nëse kjo tjetra nuk është ndaluar, po nëse ne si KQZ bashkë me sekretariatin e kemi obligim ligjor me mundësu realizimin e të drejtës së votës për çdo qytetar që ka drejt, ne duhet me gjetë, sepse ne e menaxhojmë procesin, duhet me gjetë gjitha me rrugët më të mira, natyrisht duhet me pa gjithçka aty, që qytetarëve ja mundësue shprehjen e vullnetit. Nëse ka, domethënë, një po shifet që domethënë dërgimin e postë ka me qenë shumë problematik për shkak të vonesave që nuk kanë mu varë prej neve. Na smujmë operatorët e jashtëm, s'po mujmë me I detyru. Jo s'mujmë, po s'po mujmë me I detyru, e kemi pa, domethënë na kanë gjëra të palakmueshme, në ditën e fundit na kanë thonë se kryjmë këtë punë, ose se kanë kry, ose s'kanë mujt. Tash edhe ne edhe duhet edhe me peshue. Me peshu domethënë, a është më e rëndë mohimi praktik I të drejtës së votës, sepse nëse themi që s'ka më shku posta, ne po e dim saktësisht që kemi mja mohuar me mënyrat e menaxhimit të punëve nga ne vetë, pja mohojmë të drejtën e votës. Apo në anën tjetër është shumë më e rëndë, domethënë kjo që po e thon koleg, domethënë që ka mu lëndu procesin nëse
në gjanë që flet votimet me nxjerr ose më jam dërgu me email, unë nuk e kam pa metodën si e kam shpjegu sekretariati. Në që unë mendoj se mirë këshim e qenë që ne si institucion përgjegjës kompetent për menaxhimin e zgjedhjeve, se ne nuk vendosim, po i menaxhojmë zgjedhjet, me mundësu brenda krejt që të në normave që i kemi, edhe kapaciteteve tona që i kemi, edhe teknike, edhe njerëzore, edhe financiare, që se cilit mja mundësue të me shprej vullnetin e vetë politik.